Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Wendy dhe sot do të kemi një video të re. U bë një kohë shumë e gjatë që nuk kam filmuar, sepse do t'ju shpjegoj tani. Videoja e fundit që unë kam bërë ka qenë kur ne ishim në Shqipëri. Pra unë dhe Selena, vajza ime, ishim në Shqipëri. Më pas u kthyem në Itali dhe vazhduam rrjedhën normale të jetës sonë si çdo ditë tjetër. Selena shkoi në çerdhe. Pas 2 ditësh që ajo shkoi në çerdhe, i filloi një koll. Ja ku është edhe Selena. I filloi një koll shumë e keqe dhe çova për ta vizituar edhe i dhanë antibiotik edhe kortizon. E vazhduam antibiotikun nga goja për rreth 1 muaj, madje ndryshuam 2 antibiotik, por nuk i bën asnjë efekt. Dhe doktoresha vendosën që duhet të shtrohej në spital që t'i bënin antibiotik venoz. Okej, u shtruam në spital për 2-3 javë dhe Selena u pastrua, ju pastrua mushkrit nga ishin mbledhur shumë myk, gëlbaza, katara dhe pasi u pastrua dolëm nga spitali. Dhe akoma ashtu është pak me kohë. Për sa i përket shtatzanisë time, unë për momentin jam në muajin e 8, jam 32 javë e 5 ditë sot, edhe do t'ju bëj një përmbledhje të shkurtër rreth 3 mujorit të dytë se si më ka kaluar. Në 3 mujorin e dytë, unë kam marrë hekur dhe vazhdoj të pi hekur, kompres, sepse kisha nga rezultatet e analizave, kisha mungesë hekuri. Vazhdoj të pi akoma Nuperal, ato kompresat për të vjella, por më përpara i merja 4 kokra në ditë, kurse tani i marr 2 kokra në ditë edhe ndihem mirë. Vazhdoj të marr vitaminat Natal Ben Supra, kam vazhduar analizat e ekot normalisht edhe bebi është shumë mirë, po rritet normalisht edhe i kemi menduar edhe emrin që do t'ju a themi kur të lindi dhe gjithashtu në gjatë këtij 3 mujorit të dytë kam patur disa episode ku vidhja gjitha ato herë, mbi 10 herë në ditë, edhe shkova në urgjencë dhe më dhanë integrator për të ndihmuar florën. Po, më dhanë këtë, që janë integratorët, për të ndihmuar florën bakteriale dhe gjithashtu edhe Riopan. Dhe doktoresha më tha që kjo vinte si pasojë që nuk duhet të rija shumë orë pa konsumuar diçka, duhet se s'bën që mos të rija shumë orë me barku mbosh dhe gjithashtu të hiqja dorë nga ëmbëlsirat, sepse kjo e shkaktonte. Tani jam më mirë, vazhdoj të kem të vjella, por që kjo nuk mund ta evitojmë, sepse e tillë është shtatzania. Edhe siç më shikoni, unë vazhdoj të mos bëj make-up, sepse ndoshta është psikologjike, nuk e di, më duket sikur më shtohen akoma të vjellat më shumë. Po, përdor edhe akoma progesteron për të mos, duke qenë se mitra ime është bikor me 2 dhoma, për të evituar lindjen e parakohshme, duke qenë se Selena ka lindur para kohe. Selena ka lindur 35 javë e 4 ditë. Kjo ishte
rreth një update për sa i përket mungesës tonë edhe se si ka kaluar 3 mujori i dytë i shtatzanisë. Tu jemi duke u përgatitur për ardhjen e bebit, kemi filluar të blejmë ato gjërat e para, robat e para, nuk do t'i marr shumë sepse ajo ka të Selenës, është e mira që qëlluan në të njëjtën periudhë. Selena ka lindur në datë 24 qershor, kurse bebi ka lindur në datë 20 korrik. Të shikojmë se mos lind para kohe. Edhe janë në të njëjtë periudhë edhe robat që ka patur Selena janë thuajse të reja. Dhe bebi rriten shumë shpejt, plus që në 20 korrik, supozohet të lindi në 20 korrik, në shtator ajo do t'i duhet të vishet me kratë gjata, kështu që nuk po i blej shumë për këtë periudhën, një muaj e pak. Kam porositur dhe ju a tregoj tani tek Sheini disa gjëra, më kanë ardhur, dhe do t'ju tregoj edhe rroba që kam bler për momentin. Zemër! Kemi bler përveç rrobave, kemi bler Selenës krevatin e vet, sepse bebi do marri krevatin e bebit, që është krevati Selenës, edhe Selenës i blem krevat normal. Sepse që të mos blinim një krevat tjetër bebi, i blem Selenës, edhe do t'i ndryshojmë përsëri dhomën e vetë, këto ditë do ta lyejm edhe do montojmë dhe krevatin, sepse akoma nuk e kemi montuar. Krevati ka ardhur gjatë kohës që ne ishim në spital, edhe tani do të këto ditë, sot është e premte, nesër pas nesër themi të lyejm shtëpinë që të vendosim krevatin e Selenës, të arredojmë dhomën e Selenës. Dhe po, Selena do kaloj dhomën vete. Selena nuk zgjohet natën, nuk zgjohet thuajse fare, edhe do ri njëri nga ne, ose unë ose burri im, do ri derisa të flej gjumë, derisa ai atë ta zëj gjumin. Kemi për t'i bler bebi, po, një dyshek do t'ja ndroj, dyshekun e krevatit të bebi, do t'i marrë një dyshek tjetër. Dhe kemi në plan t'i blejmë edhe karrocën, duke qenë se me Selenën e vena edhe në karrocën, edhe ajo është prishur thuajse fare, tani edhe bebi do t'i marrë një karrocë tjetër. Dhe këtë karrocën do t'ja blej motra ime. Do na vi nana, do vi mami në datën 22 qershor. Sot që po filmoj është data 30 maj dhe do të na vi nana në datën 22 qershor, që me zi po e presim, edhe Selena me zi po e pret, edhe po pres mamin që të më ndihmoj me përgatitjet e robave dhe do të bëj edhe gjithashtu do të vi edhe videoja e valixhes të maternitetit. Kam edhe disa gjëra për t'i bler për vete, edhe më pas do të filmoj videon e valixhes të maternitetit. Selena si trepat ka lyer buzët, i pëlqen këtë kohë që të lyej buzët me buzëkuq, edhe ri gjithë ditën para pasqyrës. Tani po shkoj të marrë pakon e Sheini që unë e kam hapur, dhe do t'ju tregoj produktet një nga një. Atere, kjo është pakoja e Sheini, si që tash unë e kam hapur, edhe produkti i parë që dhe këta e kam hapur është kjo, si që shporte, për të lënë gjërat e bebit, ndi komedin, aty tek vendi që kemi caktuar. Edhe tu do të vënë gjithë gjërat e bebit. Do të porosis edhe një për Selena, sepse ka disa produkte që përdor Selena, edhe t'i bëj dy. Tjetër, kam porosisur të, që mos ta hap, do t'ja
vë këtu me foto, se si duket, është për të vendosur biberonat kur i lajm ose tucët. Në thonë që i lajm për të puruar. Tjetër gjë, janë këto provzat për t'i marrë tek valigja e maternitetit për të futur shampot ose produktet e baby dhe produktet e mamit, për ato ditë që do të rinë atje. Ka marrë këtë çantën që me shumë mundësi do t'jetë çanta e maternitetit. Nëse do shikoj nëse i nxë të gjitha gjërat, kjo, do të marrë këtë. Nëse jo, do të marrë një valigje normale. Por besoj se do t'i nxej, sepse këtu në Itali nuk është nevoja që të marrim shumë gjëra në maternitet. Shumica i ka spitali vetë. Ka marrë këtë, që kjo ka, nuk për hap dhe këtë, do t'jo tregoj me foto, si që një duket. Përdoret në ditët e para të lindjes, e ka marrë për ta përdorur në ditët e para të lindjes, për të shplar. Besoj e din të gjitha gratë nuk është e nevojshme që t'ju shpjegoj. Ka marrë gjithashtu, ka marrë këtë. Është kjo, që lexon Hello World, me këtu shënohen të dhënat e babit. Edhe për të bërë foton e parë në maternitet me babin. Kjo, përsëri nga shenjë, por nga faqja Cozy Pixie. Çfarë është kjo? Ky është koshi i rrobave të palara të bebit. Edhe më pëlqeu shumë, edhe se si erdhi, dhe do t'i marrë edhe një Selenës. Selena ka poshtë, por do t'i marrë edhe një që t'i kenë të dyja njësoj. Njërë doja, duke qenë se është era e parë që porosis në shenjë, doja të shikoja se si do të vinin. Masën edhe si. Gjëja tjetër që unë kam porositur është kjo varsja e çuçit, edhe nëse ajo do të pranoj të mbaj çuç, varsen e ka këtu. Po e fshi këtu sepse është e personalizuar me emrin e bebes. Nuk të lë Selena, jo. Mi. Fute tani të qesja. Kjo është për mua, është për në maternitet. Është këmisha që unë do të vesh, një nga këmishat. Është me zemra, e kam marrë masama, është e tillë, me zemra. Kam blerë 2 këmisha edhe një palë bijame. Po e fus pra brenda, s'po e provoj. Është në masën medium, e kam marrë, unë jam masa S, por e kam marrë që të më rri pak e lirshme. Vazhdoj me produktin tjetër që është kjo. Kjo është shtresa për të ndërruar babyn kur jemi jashtë, kur jemi në shtëpi, për të vendosur babyn si për kësaj, për të evituar që të mos marrë mikrobe. Ose dhe për të mos bërë pis vendi ku po e ndrojnë. Është në këtë mënyrë. Tregoja mama qua. Pra paloset bëhet si çantë. Kam ta bëj përsëri si ishte, por Selena nuk më lejon. Pra e bëra përsëri si çantë, është shumë e mirë, e përshtatshme për të futur edhe në çantën e karrocës të babit. Me këta arushin këtu, që e bën akoma më të lezetshëm. Produkt tjetër, po e hap se Selena bën pastaj, do më japi në gjithë shtëpinë. Kam marrë këtë me lule, pra përsëri me lule. Edhe këtu shënohen muajt e babit deri kur ajo të bëj 1 vjeç. Selenës unë ja kam bërë vetë, ja kam krijuar vetë, edhe i kam bërë foto dhe ka një kornizë
nga numri 1 deri në numrin 12. E kam krijuar vetë me produkte të ndryshme, me frukta, lule. Por të zjolla këtë pak më ndryshe. Kam marrë këtë produktin këtu për ta marrë të valizja e maternitetit, për të futur produktet e bebit, ose edhe të mamit, të dyja bashkë, për t'i futur këtu, edhe që ta kemi më të organizuar valizjen e maternitetit, edhe për ta patur dhe në çantën e bebit, produktet e saj. Për rastet kur do dalim, kur nuk jemi në shtëpi. Fusim këtu edhe i kemi të organizuara. Produkti tjetër është përsëri një këmish për mamin, në ngjyrë të bardhë, me zemra të zeza. Nuk është se ka kopsa, por është mjaftueshme e hapur edhe për t'i dhënë gjoks bebit. Megjithse, unë nisa edhe nga fakti që me Selena nuk e ka kapur gjoksin, nuk ka pirë qumësh gjiri, nuk e donte. Ka pirë vetëm qumësh formull. Okej, ja kam shtrydhur muajin, rreth 2 muajt e parë, derisa më iku, ja kam shtrydhur në pompë, edhe pastaj më iku edhe nuk isha më, u detyrova i dhash qumësh formull. Edhe kjo ishte në masë më. Produkti tjetër që kam marrë përsëri nga Cosmetics është kjo mbajtësja e çuçit në silikon. E fut çuçin këtu për të mos rënë. Për të mos rënë kudo. Të mund edhe ta sterilizoj bashkë me biberonat, sepse ka material silikoni. Edhe çuçi është i mbrojtur. Fute këtu brenda. Përsëri nga Cosmetics. Kjo është shumë cute, më pëlqen shumë. Është kjo çanta me produktet personale të bebes. Ku ka krahër. Të duaj që t'i marrë ajo krahër. Ka në një xhep tjetër ka këtë produktin për skalpin e kokës, për të fërkuar skalpin e kokës. Ka presen, shikoni sa cute është, presen e thonjve, gërshërët, lima. Ka edhe një furçë llëmbësh. Besoj se furçë llëmbësh është. Por ajo që ishte më veçantë ishte çanta. Pas ka edhe një krah me bromsa të imota. Edhe kjo bëhet si një çantë vogël. Produkti tjetër është super cute, unë mbaroj për gjërat e bebeve. Është ky termometër për të matur temperaturën e ujit që do të lajt bebi. Me Selenën nuk kam pas blerë, por më doli kjo para edhe thash pse jo ta blej. Produkti tjetër janë pijamet e mamës, përsëri për në maternitet. Nëse do të më duhet t'i vesh edhe këto. Janë këto të zeza, lexojnë, kanë këtë detajn që lexojnë mama, është bluzja, edhe këto në masën më, janë edhe tutat e gjata. Më kam marrë të gjata. I marrë të gjata sepse të shkurtra i kam i palë pijame. Të shofi mos i marrë ato përsëri në ngjyrë të zezë. Modeli këtyre, por materiali është saten. Kanë edhe këto. Unë i bleva, por me sa duket kam gatuar masën, por të shojnë nëse do mori në punë ose jo. Model, kështu që po ju tregoj vetëm një, janë këto qeset. Nuk e di, se besoj të mbaj robat e bebit për në maternitet, por edhe nëse i nxjerr, pse jo. Shohim për çfarë do të marrim përsëri në punë. Në të kundërt, nëse nuk i nxjerr rrobat e bebit, do të bëj të tjera këtu tek IKEA, sepse edhe IKEA ka shumë të mira. Pra, këto ishin edhe deri që unë kam bërë
të kthej. Deri tani isha duke folur, duke mbaruar videot, edhe në mbarim u vura re që ma kishte hequr Selena edhe nuk po filmoj asgjë. Atëherë filloj me këtë nga Okaidi, 10 euro. Tutin, është 1 muaj, po, 53 cm. Kjo firma më pëlqen shumë, sepse ka material shumë të mirë, edhe I ka fikse masa dhe nuk gabon kur. Dhe kjo ishte edhe në ngjyrë të roz, që doja unë, por nuk ishte masa, kështu që e mora kështu. Gjithashtu, kemi marrë nga HM-ja, këto 2 tutinat, në 20 euro të dyja. I mora me krah të gjata për t'i patur edhe në spital. Kjo, njëra. Edhe e dyta. Nga mëja, 56 cm, 1 deri në 2 muaj. Për t'i patur në spital, sepse nuk e di si do jenë temperaturat, thash t'i marrë njërë këto të dyja me krah të gjata. Dhe besoj se do përdoren edhe gjatë natës për kur të ketë net të freskëta. I vesh vetëm këtë edhe është në rregull. Tjetër gjë, kjo ja bleu nusja e vllajt të Danielit, të burrit. 13 euro nga HM-ja, 56 cm, 1 deri në 2 muaj. Është bashkë badi. Edhe fustani janë bashkë të qepura së bashku. Është për 1 deri në 2 muaj, 56 cm. Tjetër gjë përsëri nga HM-ja. Kjo, 2 badi të thjeshta, të bardha, 1 deri në 2 muaj, 56 cm. Kurse nga Okaidi, kam bler edhe këto 3 badit, 1, 2, 3 dhe këto kushtuan 19 euro. Kaq kam bler për momentin, do të blej përsëri sepse unë sa herë që dal jam marr diçka, do mundohem që mos të marr shumë gjëra. Më shumë do të marr badi, sepse ajo ka edhe rrobat e Selenës që duhet I nxjerr këto ditë. Më saktë jam duke pritur të vi mami që do të vinë aty 22 qershor, që të më ndihmoj dhe ajo me rrobat, me shtëpinë, edhe me çdo gjë tjetër, pasi ju thash që do lyej shtëpinë. Edhe do të bëj ndryshime, por që avash. Edhe nëse kush dëshiron mund të komentoj se çfarë tjetër duhet të blej për beben. Jam duke përgatitur dhe valizën e maternitetit siç ju kam thënë. Duhet të blej dhe disa gjëra për vete dhe disa për bebin. Përsëri për t'i probash. Në valizën e maternitetit kam menduar t'i blej dhe Selenës një dhurat, ajo pëlqen shumë pingun, kam menduar t'i blej armishin bing. Edhe kur të vi që ta sjellë burrin në maternitet, ti them që ja ka bler motra. Dhurat. Selena deri tani ka shumë qef vdes për bebat e vegjël kur I shef rrugës. Edhe barku në Maputh, vjen edhe Maputh. Shpresoj shumë që ta doj kur të lini, për mos bëhet xheloze edhe të shkojnë mirë të dyja së bashku. T'ju tregoj edhe barkun, edhe do duhet ta mbyll videon për të nisur një video të re. Ky është barku. Ja këtu jemi barku. Më pëlqen shumë se si duket. Nuk kam bërë akoma shumë foto, sepse si që thash se jam pa qef, nuk e kam pas shumë mendjen për foto. Por shpresoj që këtë ditë të bëjmë disa foto me bebin. Atëherë po e mbyll video. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, se nëse keni komente, mund t'i shkruani. Nëse keni komente për të më ndihmuar se çfarë duhet të blej për bebin, do t'isha shumë mirënjohëse, sepse kështu do të isha më e qartë për të mos blerje të kota. Dhe po, bashkë do të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë unë ju përshëndes shumë. Uroj që të mos kemi më mungesa, por nuk besoj, do vazhdoj tani të vi me video të ndryshme, me sa më shumë video dhe
të krijoj sa më shumë content për juve. Si ka këtu? Oh, Beaci, ciao! Ciao! Mami! Bea, ciao! Dai! Bea, ciao! Ciao! Ju pussy? Ju dua shumë, ju puc fort! Paci, thej ciao! Puc, thej!